Selam aleikum hoxh, a shkon në xhennet një njeri që s'ka fal ndonjëherë namaz, por ka bërë dua, ka lexuar Kur'an, ka mbajtur agjerim? Lutem, përgjigju. Aleikum selam wa rahmetullah. Xhenneti është në dorë të Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë fut në xhennet kënd të doj prej robërve të tij. Por duhet ta dim që falja e namazit është një shkak që të fitosh xhennetin. Kush i fal 5 vaktet, i premtohet xhenneti. E përderisa ne e marrim vesh këtë gjë, e dim që namazi është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. Është puna e parë për të cilën do të pyetemi ditën e gjykimit. Po ashtu, e dim që kush i fal 5 vaktet, i premtohet xhenneti. Atëherë ta falim namazin. Ta falim namazin dhe të shpresojmë që i madhi Zot na fus në xhennet.